Çështja e dytë, argumentet e ajetit rreth khalifatit. Ajeti i përmendur tregon për kufizimin e vilajetit në tre, të cilët janë Allahu, i dërguari i tij, ata besimtar që besuan, që falën namazin dhe japin zakatin, teksa janë të përkulur në ruku, e ky fundit është Imam Aliu paqja qoftë mbi të. Më sipër pam që Zamakhsheriu sqaroi çështjen se si është e mundur që fraza kuranore përmendur në shumës të ketë për qëllim një person. Përveç kësaj ka shumë përgjigje të tjera nga dietar të tjerë për këtë çështje. Megjithatë, këtu nuk kemi për qëllim të thellohemi në këtë çështje, por të sqarojmë siç duhet çështjen e udhëheqjes. Për këtë, sqarimin e çështjes duhet ta nisim nga analizimi i fjalës Waliyukum, me cilën fillon edhe ajeti kuranor. Duke parë argumentet rrethuese të ajetit, sqarohet se El Wali është ai që ka të drejtën e të vepruarit për çështjet e ummetit, siç e kishte të drejtën i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në Kur'an lexojmë: En-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. I dërguari është më i afërt për besimtarët se sa ata për njëri tjetrin. Ky ajet tregon më së miri se të dërguarit të Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i takojnë të gjitha kompetencat për të drejtuar muslimanët. Më pas, bazuar në këtë ajet, këto kompetenca janë për Ali ibn Abi Talibin. Nuk mund t'i mbartet kuptimi ndihmë për krahje, nusra, fjalës El Wali, sepse ndihma dhe përkrahja është detyrë për të gjithë besimtarët dhe nuk është e kufizuar. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Besimtarët dhe besimtaret janë përkrahës, ndihmës për njëri tjetrin. Në shtesë të kësaj, pjesa e fundit e këtij ajeti nuk përputhet me komentimin e fjalës Waliyukum me kuptimin Nasirukum, ndihmësi, përkrahësi juaj. Kjo sepse ndihma e përkrahja kërkohet në çdo gjendje dhe nuk mund të kufizohet vetëm me rukun. Besimtari duhet ta ndihmojë ta përkrah në çdo situatë vllain e tij besimtar, e kjo nuk është e kufizuar vetëm me ruku. Kështu që vilajeti, udhëheqësia, duhet të jetë në të urdhëruar dhe vepruar dhe fundi i ajetit sqaron cilësitë e atij Waliyu, udhëheqësi. Këto cilësi, ashtu siç u sqarua edhe më lart, gjendeshin më së miri tek Imam Aliu paqja qoftë mbi të. Pra kuptimi i fjalës vilajet është për udhëheqjen dhe imamatin. Kështu që duke qenë se të gjitha këto bazohen në ajetet kuranore, Imam Aliu paqja qoftë mbi të, është ai që i takon udhëheqja e myslimanëve pasi ndroi jetë i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Megjithatë nuk po zgjatemi më shumë sepse qëllimi im në këtë libër është përmendja e thënieve nga dietarët e ehli sunnetit rreth virtyteve të imamëve të ehli bejtit, paqja qoftë mbi ata. Dhe ato virtyte janë të shumta dhe të përmendura në literaturat islame. Këtu po mjaftohemi me këto çështje pa përmendur ajetin 67 të surës Maide, ajetul Balagh dhe ajetin 3 të po kësaj sureje, ajetul Ikmaluddin, të përsosjes së fesë, por po i lëm në dëshirën e lexuesit që t'i ndjekë këto çështje në libra të tjerë në mënyrë më të detajuar siç janë: Delailu Sidq i Mudafferit, Uqubatul Anwar i Nekaiut, El Ghadir i Eminit e shumë të tjerë. Tani, le të kalojmë në trajtimin e një çështje tjetër, atë të virtyteve të Imam Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të.